jam këtu për të qëndruar, për interesin më të mirë të shqiptarve, interesin europian të tyre. Jam këtu për të bërë thirrje shqiptarve, të marrim në dorë fatin ton, fatin e Shqipërisë. Të mos lejojmë që aktet vjedhjes të tmerrshme të taksave të shqiptarve dhe pasurive publike nga antar të organizatë kriminale të kryesuar nga Edi Rama të na mbyllin në dyert e të ardhmes europiane dhe të vazhdojmë të shpërbëhemi si kom, si po shpërbëhemi tani. Edhe një herë, Bashkimi Evropian foli, nuk mbyllet asnjë kapitull pa votimin e IBAR-it dhe IBAR nuk votohet pa arritur standardet e kërkuara. Bllokimi i IBAR-it do të thotë bllokimi mbylljes së çdo kapitulli. Dhe kjo po vjen kryekput nga bllokimi që u bë arrestimi të Luvi Ballukut nga Edi Rama për mbrojtjen e vetës tij. Ftoi shqiptarët me 17 prill të flasin për vetën e tyre, për të ardhmen e tyre në Europë,